Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ndërkohë për gjithë teleshikuesit e rregullt të televizionit dhe të kësaj fashe orarit emisionit Me Zemër të Hapur, për gjithë udhëtarët jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme do ndalojmë përsëri tek një ngjarje që ka goditur Kosovën dhe tham pikërisht që përpara vrasjes së 42 vjeçares në Vushtrri kishte ndodhur 24 orë përpara edhe një tjetër ngjarje në datën 23 mars rreth orës 20:35 minuta ekzekutohet me armë zjarri një 19 vjeçar. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe do lidhemi drejt për së drejti me Vushtrinë, aty ku janë hapur dyert e mortit në familjen Zymeri. Një 19 vjeçar u vra me armë zjarri nga një tjetër i ri vetëm pak ditë më parë në mbrëmje në qytetin e Vushtrisë. Autori Bleon Dibrani u arrestua më pas nga policia, ndërkohë që prokuroria themelore në Mitrovic ka kërkuar nga gjykata themelore në Mitrovic caktimin e paraburgimit për të rihun. Bleon Dibranin i akuzuar për vrasjen e 19 vjeçarit në Vushtri. Ai akuzohet për kryerin e veprave penale vrasje rënd, si dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Autori qelloi me armëzjarri në drejtim të 19 vjeçarit Ardit Zymeri mbrëmjen e së dielës së kaluar në Vushtri duke i shkaktuar plagë vdekjepruese. Viktima u dërgua menjëherë në spitalin e Vushtrisë ku nga autoritetet spitalore u konfirmua vdekja e tij. Vetëm 48 orë pas vrasjes, i ri u arrestua. Policia tha se si prova materiale ka gjetur 3 gëzhoja dhe se ka konfiskuar një revoler që dyshohet se është përdorur nga i dyshuari në kryerjen e vrasjes. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Me mua në studio është avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Në krahun tënd, si gjithmonë, psikologja jon klinike Eksena Qirici, përshëndetje, mirë se erdhe. Lidhemi drejt për së drejti me familjen Zymeri në Vushtri të Kosovës dhe jemi me xhaxhain e 19 vjeçarit Arditit të Ndjer. Përshëndetje zoti Nusret. Përshëndetje. Në radhë parë ju jap ngushëllimet e drejt për drejta tashmë live nga televizioni News 24, nga studio emisionit Me Zemër të Hapur për vdekjen e parakohshme dhe të kopshme të 19 vjeçarit Arditit nipit tuaj. Faleminderit shumë. Atëherë, ju si familje kur e mësuat ngjarjen? Faleminderit shumë. Fillimisht ju përshëndet. Përshëndes edhe mysafirët e juaj në studio. Fillimisht kemi marrë informatën nga policia, diku në orët e mbrëmjes, nuk e di saktë orën sa ka qenë. Na kanë tregu se ka ndodhur ngjarja. Nipi jon ka dalë në qytet me mashatarët e vet. Edhe nuk e dim se si ka ndodhur aty konflikti edhe ka ndodhur ajo me akesë. Pra, i kishte dalë me datën 23 mars me shoqërinë e tij dhe ju nuk dini se si ka ndodhur dinamika e kësaj ngjarje, apo jo? Vërtet, ka qenë në shtëpi. Po? Domethënë mas darkës, ka dalë e kanë shtyr mashatarët e vet, ka dalë në qytet sikur turistët po dalin tani. Kur thoni mbas darkës, thoni pas iftarit, apo jo? Po. Edhe ka dalë me kolegë vet, me shoqëritë vet, se si ka ndodhur aty ngjarja në ato momente. Sa persona zoti Nusret ishin në shoqërinë e të Ndjerit Ardit? Për momentin nuk kemi informata se sa kanë qenë. Jo, familja, sa ka qenë në dieni, se familjes besoj i Ndjeri ka thënë që do dalë me këta shok. Po. Dhe për këtë arsye, sa veta ishin? Ka dalë me një shak këtu, ka dalë me një shak vetin në qytet, masanej nuk e di se çka ka ndodhur, vetëm e dim se ka qenë i shoqëruar me një shak vetin, e si ka ndodhur ngjarja në ato momente ose shkaqe tjera se si ka rrjedhur nuk e di.
Zotin Nusret, ju nuk e dini, por nuk e di shoku a ka dhënë ndonjë detaj të paktën tek ju si familje, se besoj se ka ardhur për ngushëllim. Për derin këtë kohë, ju nuk jemi, na ma tepër jemi fokusuar në, ju e dini këto traditat në Kosovë, sigurisht janë pak, nashta janë ngjashme edhe me t'juve. Po? Jemi fokusuar ma tepër në ceremoninë e varrimit, organizimin e zona tjera, edhe me prit vizitorët që tash i kej Kosovë janë të orë me na vizitu. Pra, zoti Nusret, mbetet e paqartë situata edhe për ju, imagjino edhe për ne mediat, ju si familje keni të paqartë situatën. Dini vetëm thjesht që Indiri Ardit ka kërkuar leje tek familjarët me njërë pas iftarit ka dalë mbas darkës edhe bashkë me një shokun e tij në qytet, thoni ju në Vushtri. Kërkoj falje, kërkoj ndjes, po nuk ju dëgjoj mirë. Ja, do ta rregullojmë këtë problem. Do ta rregullojmë shumë shpejt këtë problem. Nuk e di regjia në qoftë se rregullojmë pak problemin e drejt për drejt me këtë lidhje me xhaxhain e 19 vjeçarin Nusret Zymeri nga Vushtria e Kosovës, i cili vetëm përpara pak ditësh ka humbur nipin e tij 19 vjeçar, i cili u ekzekutua me armë zjarri me datën 23 mars rreth orës 20:35 minuta. Tani më dëgjon zoti Nusret? Tani dëgjoj pak më mirë. Pak më mirë, ta shpresojmë që të dëgjohet e gjithë biseda. Do doja të dija, ti si xhaxha, kur ke folur për herë të fundit personalisht me Arditin e Ndjerë? Po atë natë kemi nejt ditën me te, edhe ma vonë ka shkuën, do më thonë në shpit vetë, se i kem shpia të ndonë, kështu me vlam, ofër i kem, një avarë jemi, mirë po ka shkuën pas iftarit, do më thonë ka dalë si që ceka ma herët, ka dalë me shoqërinë, ka qenë një shok i tina, i shoqëru me një shok tina, do më thonë ka dalë, edhe në orët dikun mas orës 20, ka qenë nuk e di saktorën, na kanë ftu policia, më kanë ftu në telefon, edhe më kanë të lidhje me rastin edhe me ngjarjen. Pra, policia ju ka telefonuar ju, zoti Nusret, si xhaxha i 19 vjeçarit, besoj se keni pasur një peshë të rëndë për të lajmëruar edhe familjarët e tij, nënën, babain, vëllezërt apo motrat Arditit. Po, sigurisht, ka qenë shumë e rëndë, sepse na fillimisht e kemi marrë informatën se ka qenë, do më thonë, kështu i plagosën, edhe kemi marrë shpresa ende, unë e kom marrë prindin me veti, me automjet, kemi shkuën në emergjencë në Vushtri, edhe aty tani pastaj kemi marrë lajmin e hidhur prej mjekut kujdestar. Duke qenë se përpara çeljes iftarit ti si xhaxha ke mundur të qëndrosh disa orë me nipin tënd pa e ditur se më pas ai do plagose dhe gjeti vdekjen nga një armë zjarri, po nga një tjetër 19 vjeçar, do doja të ndaloja tek bisedat e fundit, zoti Nusret, që ke bërë me Arditin. I them të drejtën, këtu pak më ke ngushtuar, se kam pak emocion. E kuptoj. Ka qenë djali i dashur, më ka respektu shumë, edhe si kur prindin e vetë. Me qartë. Ka qenë një lidhje ngushtë, besoj. Po. E qartë. Mua më vjen keq sepse me sa duket Arditi mbante edhe Ramazan, apo jo? Po. Prej sa kohësh, prej sa vitesh e mbante Ramazanin? Ishte era e para, apo i kishte mbajtur dhe vitet e kaluara? Ishte mbajtur dhe vitet e kaluara, po me thonë të drejtën ma herët, ishte ka qenë në Francë, ka qenë në Francë disa muaj atje të minit, Po? edhe vesa kishte ardhur, i ka pas dikun 2 muaj që ka ardhur për atje, Po? edhe si me thonë e kem pas edhe kështu, sepse raportet tona kanë qenë shumë, kemi qenë shumë të lidhur me te, raportet e mia, sidomos, kanë qenë shumë ka qenë i hapur me mu, çdo problem që i ka pas, çdo sen që i ka pas me nda me dikën e ka nda me mu. Qartë. Mirë po, nuk ka pas probleme deri me ditën që ka ndodhur rasti, nuk ka pas probleme me asnjë njeri. Gjatë 2 muajve që ishte kthyer nga Franca, a ju ka shprehur ndonjë shqetësim të ditëve apo të kohëve të fundit? Ishte i shqetësuar për diçka i Ndjeri?
Aty deshta të dalë se sikur të kishte diçka, unë do isha ai i pari që do ta kisha kuptuar se ka diçka ndaj problem diçka. Mirë, po nuk ka pas probleme me dikan. Ka qenë djali i qetë, ka qenë djali i urtë, edhe atë ditën kur ka dalë, domethënë ka dalë normal që është po dalin këta tri, por ja që ndodhi. Po, dhe ndërkohë ju thoni që mund të ketë qenë një problem i momentit. Na po mendojmë ashtu, mirë po tani këtu zona janë të i hetue policia. A dyshoni në diçka ju si familjar? Dyshoni në diçka që mund ketë pas një problem i disnipit tuaj dhe autorit Bleon Dibranit? Jo, nuk dyshojmë kërkën, se thash më herët nuk kem pas probleme me kërkën, me asnjë njeri, me asnjë familje, nuk kem pas kes me kërkën, se nuk e di sa jeni nxorë, jem familje e një herojt Kosovës. Jem familja e Enver Zymberit, sigurisht ju si gazetare e dini kush ka qenë Enver Zymberi. Edhe, dhe më thonë, kemi pas respekt edhe në komunë, edhe gjithkon krejt qytetet e Vushtrës, kemi pas një farë respektit veçantë, edhe si familje, edhe nuk kem prit në asë një herë që unë të më nëndohë kjo. Zoti Nusret, ndalojmë dhe pak tek njoftimi i policisë tek ju si Xhaxha, fillimisht se më pas ka qenë përgjegjësia juaj për të lajmëruar edhe vllajën tuaj Kunatën, por edhe niprit dhe mbesat, se do flasim pak edhe për familjen e vllajës, se çfarë ka lënë Arditi pas në shtëpinë e tij dhe sa do t'u mungoj familjes tuaj, kjo është e padiskutueshme, por nuk mund t'i merret jeta një 19 vjeçari. Ju mendoni se pas mbarimit të iftarit që ai ka shkuar dhe ka dalë si çdilte çdo i ri mbas iftarit dhe konsumimit të iftarit, ti thua, ka qenë përpara se të hynte në lokal së bashku me shokun, çfarë ju ka thënë policia, apo pasi ka dalë nga lokali? Çfarë mund të ketë ndodhur? Kanë qenë duke hyrë, duke dalë nga lokali? Për nera të detaje nuk i di. Ende nuk i di. Është mister ende. Sepse ngjarja është ende në hetime, policia janë hetime, prokuroria, domethënë janë të mirë me rastin. Na nuk kemi ende informata. Jo, them do një fjalë nga dëshmitarët e ngjarjes, se besoj se ka pasur dëshmitar, apo jo? Po sigurisht ka pas dëshmitar, se ajo rruga aty është shumë e frekuentuar, edhe ka pas, domethënë, kamera statike, ka pas edhe ka njerëz aty sigurisht, policia e din më mirë, edhe prokuroria janë të mirë me rastin, edhe ata do të Kur e dëgjuat si familje emrin e autorit, një tjetër 19 vjeçar, Bleon Dibrani, çfarë ju thot ky emër? E njinit kishte misi nipi juaj me autorin? Nuk e dim, për ne nuk e njohim. Ai është një qytetar i këtij qyteti, prindin e tij, sigurisht me pa kështu figurë, ndoshta mund ta njoh, mirë, por nuk e njohim edhe nuk kemi pas kontakt më herët me atë familje, nuk e dim se kush është. Ndoshta shokët e Arditit ju kanë thënë që më pas midis nipit edhe autorit mund të ketë pasur ndonjë konflikt më të hershëm që ju nuk jeni në dieni? Deri me tani ju thash se nuk kemi informata. Nuk keni asnjë informata. Informata zyrtare. Na jem të i prit informata zyrtare për i policisë Kosovës edhe për i prokurorisë, ata janë që merren me rastin edhe... Me sa kuptoj, do me thënë ju si familje ja keni lënë çdo gjë drejtësisë, informacione nuk keni paraprake, por edhe ndoshta bashkëmoshatar të vetë nipit tuaj të Arditit që mund të kenë britur dhe mund të kenë thënë në lidhje me një konflikt të mundshëm. Çfarë mendon, se është një ngjarje e momentit? Çfarë mendoni? Unë mendimi jam është ashtu si po thani ju, mirë, po me detajet më të tjera sigurisht do të sqaroj me ku policia, prokuroria, ata që merren me zbulimin e këtyre rasteve. Po si ka mundësi që në Vushtri njerëzit lëvizin të armatosur, duke ju referuar edhe ngjarjes që kemi trajtuar në këtë studio të një gruaje që ekzekutua nga ish pronari i Furrës së Bukës. Po në Vushtri, si ka mundësi? Armët gjenden lehtësisht në Kosovë? Po tash, ju e dini që në Kosovë ka pas një luftë, ka pas një konflikt. Edhe sigurisht ka mundësi me pas edhe armë, dhe më thonë në përdurët e qytetarëve. Sigurisht edhe organet e rendit e këtu që merren me këto punë, din që ka. Unë apeloj
të tu që të meren ma tepër me këtë punë. Sigurisht që këtu nuk është vetëm një faktor që ka ndiku, dhe më thonë, që ka orë dhe të ky rast, se krime ka gjithandej, dhe më thonë, në vendet ndryshme të botës, mirë po, këtu të na, ju thëmë të drejten, nuk kanë qenë shumë të seksuar këto raste, po na shqetësojnë tash. Na shqetësojnë se është një 19 vjeçar që lëvizte i armatosur dhe nga çfarë kemi lexuar nëpër media në Kosovë, në shtëpinë e 19 vjeçarit është gjetur arma me cilën ka kryer krimin ndaj nipit tënd, por është gjetur edhe një pushkë gjatë. Kështu që ka qenë i armatosur dhe nuk e dim prindrit e tij se si mundet një 19 vjeçar të jetë kaq shumë i armatosur, ose atë armë ka në shtëpi prindi dhe e përdor dhe fëmia, ose nëse fëmia 19 vjeçar i riu ka çuar armë të tilla, si ka mundësi që prindi nuk ka reaguar, dhe prandaj jemi ditën e sotme për të bërë një analizë të thellë kësaj gjëje. Zoti Nusret, a mund të flasim pak për familjen e vllait tënd? Çfarë ka lënë pas Arditi? Babai, nënën? Sa motra dhe vëllezër janë? Arditi ka prind, e ka një motër, edhe i ka 2 vëllezër tjerë. Janë më të vegjël, më të mëdhenj? Të gjithë janë më të vegjël, Arditi ka qenë fëmia më i madh. Qartë. Të tjerë janë motrën e ka, dhe më thonë është pas Arditit, edhe 2 vëllezër janë më të vegjël. Besoj se situata duhet jetë shumë e rëndë, përderisa janë edhe më të vegjël dhe janë në një moshë shumë delikate, mund themi, kur Arditi 19 vjeçari ka qenë më i madh në atë shtëpi, apo jo? Është një situatë shumë e rëndë për neve. Tani, na sigurisht e kemi edhe merakun edhe fëmijëve tjerë, edhe fëmijëve tjerë familjes, dhe më thonë se na ka trëmbit ky rast. Është shumë rast i rëndë, edhe jem të mundue me fol me fëmijë tjerë, që mos me ndikue, po sigurisht kjo ka me pas ndikim. Çfarë arsimi kishte Arditi? Kishte mbaruar shkollën? Arditi ka mbaruar shkollën e mesme, tani ka qenë i angazhuar dikon një punë private, ka punu të pak, i ka ndihmu familjes, kështu. Qartë. Vajtja në Francë ishte për qëllime ekonomike, besoj, për një jetë më të mirë. Po. Nuk qëndroi shumë gjatë atje dhe u rikthye prej 2 muajsh në Kosovë. Atje ka qenë të një nip të një djali motrës, ka qëndru atje, është mundu me bo diska, edhe ka orë në Kosovë me rregullu dhe disa dokumente, masanej me shku prapë, po jashtë. E qartë. A kanë tentuar familja e autorit të bisedojë me familjen tuaj? Po, sigurisht. Ju i dini edhe, dhe më thonë, atetit, zakonet të nësysh janë ka. I kanë orë 2 persona që i kanë dërguar, kanë dërguar prej neve ato me qenë lirë, dhe më thonë, na i kemi liruar për një kohë të shohim tash se organet e drejtësisë të shohim se çfarë veprimi po morë. Informacionin në qoftë se nga të qelluarit me armë të 19 vjeçarit autorit të Bleon Dibrani ka gjetur vdekjen nipi juaj, ka gjetur vdekjen menjëherë në vend apo është dërguar fillimisht në spital dhe nuk i ka mbijetuar dot plagëve? Neve zyrtarisht informatën e kemi se pasi ka shku në emergjencë, aty janë mundu mjek me kliniet mirë për pacient. Goditja besoj ka qenë fatale, në shpjes të trupit ka qenë goditja? Për ne detajet ma tepër nuk i keni detajet. Në me thënë nuk dini në qoftë se në ka qenë në disa pjesë të trupit apo në një pjesë të vetme, sepse kjo do të na ndihmojë shumë edhe për avokatin dhe ndërmjetësin zoti Ylli Kameri se çfarë pritet për autorin që është një tjetër 19 vjeçar. Mirë, a keni një thirrje të fundit nga studio emisionit Me Zemër të Hapur për gjithë audiencën tonë që ngjarje të tilla të mos ndodhin më? Unë do të mundohem të jap një mesazh. Inshallah nuk kemi ose nuk dëgjojmë raste të tilla. Mirë po e kam një mesazh për gjithë prind të filluar, domethënë prej prindve, edhe prej shkollës, e tutje,
gjithmonë me pas një kujdes më të shtumë, që fëmijët tanë mos me pas mundësi me ardhë deri te armë, mos me pas mundësi me pas ata armën në dorë, po me shku në për shkolla, me edukue, me pas parasy, me pas prioritet shkollimin e jo zonat e kësia. Duke qenë se jemi tek shkollimi, edhe pse është apeli juaj fundit dhe në fakt keni humbur nipin nga kjo ngjarje, mund të më thoni diçka për autorin? Kishte mbaruar shkollën autori, punonte autori? Keni ndonjë informacion? Për ne jo nuk e di. Nuk e di. Mirë, zoti Nusret, falenderoj sepse e di që keni hapur dyert e mortit dhe në këto orar keni edhe vizitorë të shumë, t'ju jap edhe një herë ngushëllime të drejtë për drejta. Mund të më përqafoni gjithë familjarët edhe në emrin tonë. Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithë. Faleminderit dhe përshëndetje nga Tirana. Dalim në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi për ta komentuar me të ftuarit tanë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të këtij emisioni. Në pjesën e parë kemi pasur mundësi të ndjekim intervistën e ekskluzive të Xhaxhait të 19 vjeçarit dhënë për televizionin News 24 për studion e emisionit Me zemër të hapur. Menjëherë fjala kalon për avokatin dhe ndërmjetësin zotin Ylli Kameri dhe gjatë kësaj hapësire publicitare ne bëm edhe një rilidhje në fakt me Xhaxhain e viktimës për të kuptuar nëse familja Zymeri a ka një avokat mbrojtës në mbrojtje të viktimës, sepse do të na i shpjegoni ju në këto momente për çfarë duhet avokati dhe cili është dëmshpërblimi i viktimës për cilën ne folëm edhe me familjen e 19 vjeçarit. Po, flasim një për dinamikën, pse është kaq shqetësuese kjo ngjarje? Spari gjitha ngjarjet të cilat ndodhin me armë zjarri dhe kanë pasoja të rënda për jetën dhe shtetin e njeriut, janë ngjarje të rënda të cilat ndiqen menjëherë nga organet shtetërore, policia, prokuroria, gjykata, personat të cilët kanë dieni për rrethanat e ngjarjes menjëherë thirren edhe japin dëshmi për sa i takon fakteve dhe rrethanave për cilat ato kanë qenë prezent apo i kanë mësuar nga persona të tretë. Ngushëllimet sinqerta familjes Zyberi, sepse vërtet është edhe muaj në cilin ushtrohen praktika pastrimi shpirtëror, edhe të ndodh një ngjarje e tillë të duket sikur ka diçka që nuk shkon me veten, me shoqërinë, me njerëzit që të rrethojnë dhe humbet edhe koherenca për sa i takon ndjekjes problemeve. Ngjarja është e rëndë, është arrestuar një person dhe për sa i takon ngjarjeve dhe rrethanave në cilat kryhen vrasjet apo kryhen domethënë ngjarje të tilla, ka një problem sidomos në verifikimin edhe këshyrjen e vendit të ngjarjes. Për shkak të zhvillimit të teknologjisë, celularëve e tjerë aparateve fotografike, në të vërtet duhet të rritë cilësia e këshyrjes vendit në ngjarjes, ka ndodhur kundërta. Duke përdorur këto aparate, ka rënë domethënë mënyra analizës së fakteve dhe rrethanave që ndodhin domethënë për sa i takon vendit në ngjarjes. Unë do të këshilloja domethënë familjen që të caktonte një avokat, i cili për hir të vërtetës mund të jetë edhe avokat i shtetit, për shkak të procedurave të veçanta të merret një avokat kryesisht i cili caktohet nga organi procedues, nga prokuroria ose nga gjykata, në rastin konkret, thjesht për të verifikuar disa elemente të cilat mund të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes. Çfarë elementesh mund të kemi domethënë në këtë ngjarje? Po, përpara se dalim tek elementet, do doja të dija një leksion shumë i mirë i Xhaxhait të 19 vjeçarit, i kujdesshëm në gjitha informacionet që ne kërkonim në fakt si gazetar dhe na lind gjithmonë e drejta për diçka më shumë në dinamik dhe më pas edhe të komentojmë, të japim versionet tona. Tani do doja nga intuita jote profesionale që besoj e ke shumë të lartë sepse në 99% të rasteve ke qenë shumë i
sakt në këtë studio. E vura 1% jo se ka ndodhur diçka, por më duhet, do me thënë edhe për audiencën të jeme rezervuar, se nuk e dim se qa na pret në të ardhme, ndonjë gabimi momentit i joni kryesisht. Na tha një leksion se sa të rezervuar duhet jemi, a është e vërtet që familja e 19 vjeçarit nuk ka pas asnjë lloj dienie, janë informacionet e pakta dhe institucione korrekte në Kosovë, ndryshe nga dosjet që dalin në publik tek gazetarët, ndoshta edhe dosjet të cilat ne i quajmë sekrete hetimore, çfarë ndodh Kosovë-Shqipëri? Le të bëjmë këtë paralelizëm. Përsa i takon Republikës Kosovës, dispozitat e kodit penal dhe dispozitat e kodit të procedurës penale kanë tjetër kanë një mënyrë më të detajuar të përqasjes me ngjarje. Pra, i afrohen ngjarjes në një mënyrë e cila transmeton një kulturë demokratike shumë të thellë, pavarësisht se ndofta ne nuk e perceptojmë domethënë si të tillë. Ndërsa në Republikën e Shqipërisë, kodi i procedurës penale edhe praktikat e procedurës penale në ngjarje të tilla janë pothuajse standarde edhe, si ta themi, pothuajse dihet se si do rrjedhin ngjarjet. Çfarë ndodh në Republikën e Kosovës? Përsa i takon autorit apo autorëve të dyshuar, menjëherë kalojnë për masa sigurimi dhe masa sigurimit atje ndodh vetëm për 30 ditë. Dhe çdo 30 ditë gjyqtari bën verifikimin e kushteve dhe rrethanave të masës së sigurimit edhe pa kërkesën e palëve. Që do të thotë për çdo provë të re që sigurohet, për çdo provë e cila shfaqson viktimën, ekziston mundësia që gjyqtari kryesisht në bazë të praktikës së vet, të ndërgjegjjes tij profesionale të vendosë heqjen e masës së sigurimit edhe pa kërkesën e avokatit edhe pa kërkesën e palëve. Kurse në procedurën penale shqiptare kjo nuk ekziston, nëse një person i pafajshëm është arrestuar në momentin e parë, bërë vlerësimi arrestin flagrant. Pra, kemi institucione që nuk nxjerrin detajet të ngjarjes. Nga organi procedues janë pothuajse 0 derisa ta vërtetojnë 100% që procedurat kanë qenë domethënë të ndryshuar. Pra, familjen Zymeri e kishim të pa informuar, vetëm e vetëm se organet në Kosovë nuk nxjerrin sekrete hetimore ose dyshimet paraprake, dyshimet. Edhe kundra shtetit të personit, që në ngjarje përfshihen shumë më tepër se sa autorët dhe të afërmit e tyre. Pra, ka një presion shoqëror shumë më të madh, shumë më të jashtëzakonshëm, si përsa i takon mënyrave dhe formave të procedimit, ashtu edhe sa i takon mënyrave dhe formave me cilat shfaqsohen apo ngarkohen personat në përgjithësi. Tashti strukturat e specializuara i kanë parasysh format edhe mënyrat edhe mjetet e presionit, por në disa raste për shkaqe të fenomeneve shoqërore, korrupsionit, pa aftësisë, pa mundësisë efektive, mungesës së mjeteve logjistike, shpesh provat domethënë anashkalohen, edhe na rezulton që personat cilët janë të pafajshëm apo kanë një rol periferik në një ngjarje, për shkak të hetimeve virtuale ngarkohen me përgjegjësi duke marrë përsipër autorsinë, qoftë me dëshirë, qoftë kemi rastin kur prindi merr përgjegjësinë për veprën penale që të mos akuzohet i biri, kemi ndryshime të provave të jashtëzakonshme, pra janë elemente të cilat një strukturë profesioniste duhet i ketë parasysh. Ajo për cilën unë e falenderoj zotin Nusret, sepse në fundin e intervistës tij ai tregoi me shumë edukat një element thelbësor për cilin gjithë shoqëria duhet shqetësohet. Fenomenin e mbajtjes së armëve në banesa, fenomenin e fshehjes së armëve, fenomenin e mos tregimit të personave të cilët janë të pajisur me armë, gjë e cila pothuajse na është bërë kulturë, që të mos denoncojmë, të mos raportojmë ngjarje apo vepra të tilla, të cilat përfundojnë me humbjen e jetës së personave. Republika e Kosovës vjen nga një situatë lufte, pavarësisht se kanë kaluar vite, gati 20 vite, pra në një kohë kur popullsia ishte armatosur, edhe procesi i qarmatimit të popullsisë has në probleme dhe në specifikat veçanta.
E njëjta gjë ndodh edhe në Republikën e Shqipërisë. Po, në 97-ën shumë pranë luftës Kosovës janë hapur të gjitha depotet dhe ndodhet shumë popullisht afër armatosur. fabrikave dhe magazinave të armatimeve jugoslave, të produkteve turke, bullgare, ukrainase, pra është pjesë e tregut i cili mund bëjë transportimin e këtyre mjeteve dhe pajisjeve luftarake të kalibrave nga më të ndryshëm në drejtim të Shqipërisë, në drejtim të vendeve të tjera, edhe me çmime konkurenciale, pra me çmime shumë të ulta, ashtu rezultojnë domethënë në treg. Sa lehtë është të gjesh një armë, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, avokat? Atëherë, përgjithsisht struktura Çfarë çmimesh ka në treg që mund të jenë të aksesueshëm edhe nga breziri? Atëherë, e para, forcat ushtarake të Kosovës kanë pas një status të veçantë edhe normalisht pothuajse tabu, domethënë për t'u akuzuar ose për t'u ndjek për këtë vepër penale. Por nga larg, pa akuzuar domethënë asnjëri, ne kemi parë që strukturat ushtarake me njëherë pasi që lënë detyrën kanë pasuritë pa justifikuara. Po. Pra është një perceptim, nuk është problemi se unë kam fakte për këtë, por perceptimi është i tillë. Pra janë persona cilët në kontakt me armatimin kanë abuzuar me detyrën, kanë pas dieni ose nuk kanë dhënë informacione për sa i takon abuzimeve me detyrën edhe kanë marrë përfitimet për sa i takon ngjarjeve. Pra personat cilët largohen nga ushtria janë persona të pasur. Qoftë edhe për shkak të statusit, por statusin edhe e kamuflojnë me përfitimet cilat vinë domethënë nga këto vepra. Pra, me sa kuptoj, del një detyrë madhe drejtësisë kosovare për të pyetur 19 vjeçarin se ku e ka marrë dhe kush ja ka dhënë dhe sa e ka blerë dhe të shkojnë deri në rrjetin e shpërndarjes së këtyre Jo me kot, kam thënë që pakten në Shqipëri, unë e shoh domethënë të domosdoshme një lloj amnistie ose një dispozitë ligjore për sa i takon rrethanave lehtësuese, për sa i takon personave të cilët janë të akuzuar për krime të rënda, duke përfituar nga masa e dënimit nëse ato raportojnë me prova dhe me fakte vepra penale kundra pasurisë në fushën e korrupsionit, edhe sidomos armbajtjen pa leje. Pra çdo person i cili është i dënuar nëse jep informacione për këto dy vepra penale duhet që të përfitojë ulje dënimit. Kjo për shkak të sjelljes, ndoshta edhe me kusht, ndoshta edhe për shkak të mospërsëritjes, domethënë të ardhmen të një vepre penale të tillë, sepse pra ti kthejmë në bashkëpunëtor të drejtësisë, nëse akuzohen për armbajtje pa leje, nëse bashkëpunojnë me drejtësinë, të ketë një lloj ulje nëse identifikojnë personin që ja u ka shitur. Bashkëpunëtori i drejtësisë është i parashikuar me ligj, mund ndiqet e tjera. Kjo nuk ka lidhje domethënë me këtë lloj statusi. Kjo ka lidhje domethënë me një qëndrim të shtetit ndaj personave të cilët japin informacione për sa i takon tyne veprave, domethënë të cilat na sjellin humbjen e jetës, një ideal i trim. A hetohet armbajtja pa leje, hetohet te klientët tuaj avokat, se ku i kanë blerë se shumë mirë mund thotë nuk e mbaj mend, e bleva kaq lekë dhe aty mbyllet. Heton? Kjo pjesë domethënë ka ngel jashtë hetimeve, pra çdo çështje. Po pra, këtu duhet themi, nuk hetohet, nuk i vjet rëndësi fare se si janë blerë këto armë dhe kush i ka shitur. Çfarë thash, nëse ka vepra penale të cilat drejtojnë kundra jetës, presioni shoqëror është i jashtëzakonshëm, nuk është një presion shoqëror telefonik, çfarë bëre si më thash. Pra, ka kërcënime, ka shantazhe, ka mesazhe. Ne kishim tash së fundi rastin e një gjyqtari i cili i çuan domethënë mesazh persona domethënë të fushës të dyshuar domethënë për vepra penale të ndryshme, duke shantazhuar drejt për drejt pa asnjë lloj problemi nëpërmjet personave të cilët edhe ato gëzonin funksione shtetërore. Ishte notar publik personi që çoi mesazhet. Vetëm krimi po përfshin shumë të rinjtë dhe armatosja e të rinjve, përdorimi i armëve, si të armëve të zjarrit, si të armëve të ftohta, që çon pastaj edhe në fatalitete brenda moshës së tyre, referuar edhe rastit të shkollës Fanolit të Martincanit. Ndalojmë pak këtu, pse? Kjo është pjesë psikologjike. Jo, dua të di ke klientët tuaj. Keni një rritje të statistikave të tilla të klientëve në gjykat si avokat penalist dua të thotë. Du të themi domethënë që këto vepra penale ndiqen në mënyrë të posaçme nga policia, por në momentin kur policia nuk gjen bashkëpunëtor, nuk ka bashkëpunimin dhe ndihmën e qytetarëve, e personave të cilët janë të painteresuar për fatin e këtyre procedimeve,
ajo dhe më thënë e vetme nuk ka... Ska informator në popullat. Kjo është tjetër plagë, avokat, se vim nga një sistema ku gjithë se cili survejoj edhe nga pjesëtarët e familjes. Nuk është problemi që të ketë informator në popullat. Duhet të ketë një frymë. Po pra. Frymë nga popullat. Pra, komuniteti duhet të raportojë, çdo shqetësim që shikon. Nuk është çështje individuale, është çështje domethënë kolektive që gjithë personat duhet... Po nëse kemi si ndërgjegjësim raportimin avokat, ne kemi për inat se dua avokatin dhe unë do raportoj një gjë që nuk më pëlqen tek avokati. Kjo është çështja. Këto janë vepra penale që në rastin kur nuk kanë sjell pasoja, janë vepra penale në cilat mund të ndikohen nga forma të paligjshme nga mënyra nga më të ndryshme, me shpërblime, me patronazhime, me parti, me organizata, me shpërblime, me punësime, me para në dorë, domethënë është pjesa më ignorante e ndikimit për të lehtësuar autorët apo për të fshehur autorët e këtyre veprave penale. E qartë. Pra thelbi është që ketë një frymë e cila tjetë në dobi të shtetit shqiptar, jo të njerëzve, në dobi të shtetit, pra të ketë një frymë e cilët të përkrahen shtetit, të përkrahen avokat, të përkrahen notar, të përkrahen ndërmjetësit, të përkrahen psikologët, pra gjithë personat të cilët janë fushën e drejtësisë në mënyrë private për shkak të statusit që gëzojnë, edhe të bashkëpunohet me shkollat, me arsimin. Ne kemi libra tërë arsimor, fëmijët tanë mbarun shkollën dhe nuk kishte një kapitull për armbajtjen pa lenje, domethënë as një libër, nuk e takova domethënë gjatë arsimimit të fëmijëve të mi. Nuk e ke parë. Pra nuk është fryma që të ndihmon që të zhduket kjo vepër penale. Dhe kjo normalisht të sillte eliminimin e pasojave të rënda, siç është puna e Më pëlqen kjo lloj analize sepse duhet të shkojmë në këtë lloj analize edhe për t'i dhënë audiencës një lloj mesazhi. Avokat, më shumë shkurt se më duhet kaloj tek psikologja. Si mendon, do ta ketë hetimin në Kosovë të vështirë zbardhjen, motivet, sepse motivi është kryesor, një motiv ose disa motive. Qetësia shpirtërore e familjarëve edhe është ajo që do më interesonte. Republika e Kosovës ka një ligj të posaçëm për shpërblimin e viktimave, të cilët janë dëmtuar nga vepra penale si vrasja, trafikimi, krimet seksuale. Ka ligj të posaçëm, ndryshe nga ne që kemi një kod civil dhe e aplikojmë në mënyrë të përgjithshme. Dhe normalisht unë besoj që familjarët duhet marrin pjesë në të gjitha procedurat hetimore, edhe të shprehin qëndrimin e tyre, ashtu si që parashikon ligji, duke pas një mbrojtës të specializuar dhe duke pasur mundësinë që të shtrojnë domethënë kërkesat e tyre përballë organeve proceduese me qëllim që të mos ripërsëriten vepra të tjera penale. Faleminderit avokat, se më duhet kaloj tek psikologja. Në rrjedhën që e la avokati duhet ta marrim edhe ne përsipër nga ana emocionale, përfshirjen gjithmonë më shumë, të paktën në këto emisionet e fundit kemi prekur vetëm këtë grup moshë, të rinj, të adoleshent, minoren, të mitur për vepra shumë të ndryshme penale, të ngjashme si në Shqipëri ashtu në Kosovë. Kjo e tregon edhe ngjarja e fundit në Vushtri. Vushtria brenda pak më shumë se 24 orë dhe pak më pak se 48 orë, përfshirë nga dy ngjarje njëra pas tjetrës, ku përfshihet pjesa më vulnerabël, gruaja, por edhe adoleshentët. Mund të më thuash diçka, sepse duhet flasim edhe për fëmijët e tjerë familjes që ishin më të vegjël se viktima. Është vërtet e vize për të vazhduar dhe linjën shumë saktë avokatit që korrupsioni tek ne në përgjithësi ka bërë të mundur që inati dhe zemërimi i popullatës të mos zhvilloj këtë frymën që më të drejtë theksoj avokatit, të reagimit në çdo lloj situate sa do të vogël. Sigurisht në ndërmjet të rinjve shpesh kërkojmë shkaqe, pra pse një njerëz bën një vrasje. E rëndësishme është të kuptojmë, pra nëse jemi popullat, në cilën armën e kemi të mundur, në pranit të miturve dhe të rinjve, sigurisht bëhet e rrezikshme. Pse bëhet e rrezikshme? Sepse në këtë lloj popullate ka disa karakteristika njerëzore të cilat krijojnë konflikte emocionale, prandaj quhen shpesh dhe të çastit. Pra këto konflikte emocionale që janë karakteristike në këtë grup mosh, me praninë e armëve bëjnë të mundur që ky zemërimi, ky inati, i cili vjen si rezultat i karakteristikës së moshës, të çojë deri në vrasje.
Dhe kjo është ajo çfarë ne kemi nevojë për të reflektuar. Sigurisht sot morëm edhe një mësim mbi kulturën e reagimit nga Kosova, pa sa të kujdesshëm janë dhe sa i besojnë sistemit të hetimit, që do të thotë që kjo shërben që gjithë inati dhe zemrimi që prodhohet në këto kushte të mos intensifikohet, pra duke i besuar një institucioni i cili e çon të drejtën dhe analizën e të drejtës mbi arsyen dhe motivin e vrasjes, e çon deri në fund, kjo jep ose krijon mundësinë që ky inati dhe zemërimi që vjen si rezultat i këtij krimi të mos avancojë. Dhe është nevojshme që këto analiza, këto kultura dhe këto reagime kaq të vogla na japin mesazhin që krimet ndërmjet të rinjve dhe të miturve ndodhin, sepse ne shpesh për shkak të kulturës, për shkak të nivelit të zhvillimit të kulturës, i lëm edhe për shkak të korrupsionit, i lëm në hije disa elemente që nëse do t'i eliminonim, nuk do kishim vrasje. Pra nëse një i ri nuk ka armën në dorë, sigurisht që do t'i shmangje një veprim për të mos shkuar në vrasje. Eksina, ngjarje të tilla ne i shikojmë edhe në përbotë, ku gjithnjë e më shumë të rinjt janë përfshirë në ngjarje kaq të rënda dhe sidomos të përdorimit të armëve. Kanë dhe marrëdhënie konfliktuale me njëri tjetrin. Por ne themi që kemi një shtim të rasteve në Shqipëri dhe në Kosovë së fundmi për shkak të ngjarjeve dhe në raport me popullatën. Nëse në raport me popullatën ato ngjarje marrin një vëmendje dhe një fokus dhe shkaqet janë të ndryshme nga ato që ndodhin në Shqipëri edhe në Kosovë. Këtu është edhe problematika më e madhe. Në rang popullsie kemi shumë raste. Vërtet ndodhin në botë, janë më të rralla, por motivet e adoleshentëve në përbot janë të ndryshme nga motivet në Shqipëri dhe në Kosovë. Pse? Është e vërtet, sepse varet edhe nga kultura se si reagon. Pra ndaj këtyre ngjarjeve tendenca është për të reaguar në mënyrë ekstreme, sepse është vrasje, pra askush nuk dëshiron. Kultura jonë reagon në mënyrë agresive, pra nuk shkon drejt kuptimit dhe arsyes përse ndërmjet të rinjve ndodh për një konflikt të çastit, të ndodhi vrasja. Pse duhet të shkojë një i ri në aktin final? Dhe mënyra se si reagon kultura jonë, mungesa e besimit në institucione, se kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk kemi besim të institucionet dhe prandaj kërkojmë vëgjysi, ndërkohë që edhe në Kosovë, me sa shpjegoi zotëria, pra ka ende elemente të reagimit individual, pra dikush dërgon një të afërm për të mos avancuar kjo situatë edhe në akmarrje personale. Pra, këto reagime kulturore që ndodhë në vende si tonat, sigurisht e intensifikojnë dhe mbajnë aktive qëndrimin kriminal. Pra ne jemi të prirur që ndaj këtyre situatave të reagojmë po me vrasje. Pra më vrau... Ndryshe nga bota që i merr në studim rastet e tilla, ne nuk i marrim si statistike dhe si raste studimi, rastet e tilla që përse mund të shkuar në një krim të tilla apo jo. Dhe këtu fillon pastaj edhe shtimi i rasteve në raport edhe me numrin e popullatës. Fryma e korrupsionit na ka bërë që ne të mos si shkojmë gjërave deri në fund. Pra, sepse duhen profesionistë, duhen njerëz profesional që të shkojnë deri në fund kuptimit pse ndodhin. Dhe veprimet që shpesh ne bëjmë janë sipërfaqësore dhe nuk e çojnë deri në fund kuptimin real që pse ndodh kjo ngjarje. Në lidhje me vëllezërit dhe me motrat, sepse edhe Xhaxhai tha kishim një lidhje shumë të ngushtë, vetëm pak orë para vrasjes ne ishim bashkë, nuk mund ta ngacmoja dot më tepër për të sjellë emocionalisht atë çfarë donte të shprehej deri në fund Xhaxhai 19 vjeçare. Në lidhje dhe në raport me fëmijët e tjerë, çfarë këshilla ke për familjen Zymeri? Sigurisht që ato çfarë nisi pak zotëria që janë munduar për ta zbutur situatën, por gjithsesi fëmijët ndikohen, pra çdo ngjarje kësaj natyre ndikohen fëmijët. Dhe mënyra se si e trajton i rrituri, pra nëse nuk ka doza të larta urrejtje, inati, zemërimi, tendenca për akmarrje ndaj personave që e kanë bërë, sigurisht krijon mundësinë që kjo tronditje e madhe emocionale të kalojë pa emocione të forta që mund të prodhojnë një ngjarje nesër për këta të rinj. Pra mënyra si trajtohet. Po, ngjarje të tilla të mos përsëriten, një hap i mirë është edhe vajtja e familjes së autorit tek familja e viktimës. Gjithkush mund ta bëjë, po kohët e fundit po shikojmë që nuk ka asnjë lloj interesi që teksa ndodhin ngjarje të tilla, familjet, prindrit e autorëve të shkojnë dhe të paraqesin ngushëllime
ushqime të paktën për të qëndruar dhe për të mbajtur edhe qëndrimin ndaj fëmijëve të tyre dhe ndaj fenomeneve që po ndodhin. Do të thotë edhe diçka e që nëse ne këta shkojmë për shkak të zakonit, pra është thjesht ritual zakoni, pra nuk është një mirëkuptim i mirëfillt emocional, thjesht është ritual zakoni për të mos vazhduar. Ne shkojmë me kësena. Ne as për zakon, ngjarjet e fundit të ndodhura së fundmi në Shqipëri, ne as për zakon nuk po shkojmë më. Sepse te ne janë thyer të gjitha normat njerëzore. Po unë shpresoj të mos jetë për shkak të zakonit vajtja, por për një lloj mbështetje, solidarizimi për të thënë që kjo ngjarje nuk do prodhojë dhe ngjarje të tjera në të ardhmen. Të paktën kështu ta shpresojmë dhe ta urojmë ndoshta edhe për ngjarjet në Shqipëri. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, shpresoj të mos mblidhemi më për ngjarje të tilla as në Shqipëri dhe as në Kosovë. Bashkë ndahemi këtu të nderuar miq, sepse do dalim në hapësirën e dytë publicitare, do rikthehemi në pjesën e tretë për të ndjekur për gjithë audiencën tonë edhe një herë intervistën e plotë që kam kryer në pjesën e parë të këtij emisioni me Xhaxhain e 19 vjeçarit të vrarë me datën 23 mars rreth orës 20:35 në Vushtri. Dalim në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë me intervistën, por bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim. Përshëndetje zoti Nusret. Përshëndetje. Në radhë parë ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta tashmë live nga televizioni News 24, nga studio emisionit Me Zemër të Hapur për vdekjen e parakoshme dhe të kopshme të 19 vjeçarit Arditit Nipi tuaj. Faleminderit shumë. Atëherë, ju si familje kur e mësuat ngjarjen? Faleminderit shumë. Fillimisht ju përshëndet. Përshëndes edhe mysafirët e juaj në studio. Fillimisht kemi marrë informatën nga policia, diku në orët e mbrëmjes, nuk e di saktë orën sa ka qenë. Na kanë tregu se ka ndodhur ngjarje. Nipi jon ka dalë në qytet me moshatarët e vet. Edhe nuk e dim se si ka ndodhur aty konflikti edhe ka ndodhur ajo me akesë. Pra ai kishte dalë me datën 23 mars me shoqërinë e tij dhe ju nuk dini se si ka ndodhur dinamika e kësaj ngjarje, apo jo? Vërtet, ka qenë në shtëpi. Po? Domethënë mas darkës ka dalë e kanë shtyr moshatarët e vet, ka dalë në qytet sikur tuicet po dalin tani. Kur thoni mbas darkës, thoni pas iftarit, apo jo? Po. Edhe ka dalë me kolegë vet, me shoqërit vet, se si ka ndodhur aty ngjarja në ato momente. Sa persona zoti Nusret ishin në shoqërinë e të ndjerit Ardit? Për momentin nuk kemi informata se sa kanë qenë. Jo, familja, sa ka qenë në dieni, se familjes besoj i ndjeri ka thënë që do dalë me këta shok. Po. Dhe për këtë arsye, sa veta ishin? Ka dalë me një shak këtu, ka dalë me një shak vetin në qytet, masanej nuk e di se çka ka ndodhur, vetëm e dim se ka qenë i shoqëruar me një shak vetin, si ka ndodhur ngjarja në ato momente ose shkaqe tjera se si ka rrjedhur nuk e di. Zoti Nusret, ju nuk e dini, por nuk e di shoku a ka dhënë ndonjë detaj të paktën tek ju si familje, se besoj se ka ardhur për ngushëllim. Për deri në këtë kohë ju nuk jemi, na ma tepër jemi fokusuar në ju e dini këto traditat në Kosovë, sigurisht janë pak ndoshta janë ngjashme edhe me t'juve. Po. Jemi fokusuar më tepër në ceremoninë e varrimit, organizimin në zona tjera, edhe me prit vizitorë që tash për këtë Kosovë janë të ardhur me na vizitu. Pra, zoti Nusret, mbetet e paqartë situata edhe për ju, imagjino edhe për ne mediat. Ju si familje keni të paqartë situatën. Dini vetëm thjesht që i ndjeri Ardit ka kërkuar leje tek familjarët me njëherë pas iftarit ka dalë mbas darkës edhe bashkë me një shokun e tij në qytet, thoni ju, në Vushtri. Kërkoj falje, kërkoj ndjes, po nuk ju dëgjoj mirë. Ja, do ta rregullojmë këtë problem. Do ta rregullojmë shumë shpejt këtë problem.
Nuk e di regjia në qoftë se rregullojmë pak problemin e drejt për drejt me këtë lidhje me xhaxhain e 19 vjeçarin Nusret Zymeri nga Vushtria e Kosovës, i cili vetëm përpara pak ditësh ka humbur nipin e tij 19 vjeçar, i cili u ekzekutua me armë zjarri me datën 23 mars rreth orës 20:35 minuta. Tani më dëgjon zoti Nusret? Tani dëgjoj pak më mirë. Pak më mirë. Ta shpresojmë që të dëgjohet e gjithë biseda. Do doja të dija, ti si xhaxha, kur ke folur për herë të fundit personalisht me Arditin e Ndjer? Po atë natë kemi nejt ditën me te, edhe ma vonë ka shkuën, dhe më thonë, në shpit vetë, se i kem shpia të ndonë, kështu me vlam, ofër i kem, një avarë jemi, mirë po, ka shkuën pas iftarit, dhe më thonë, ka dalë si që ceka ma heret, ka dalë me shëqërin, ka qenë një shak i tina, i shëqëru me një shak tina, dhe më thonë, ka dalë, edhe në orët dikon mas orës 20, ka qenë nuk e di saktorën, na kanë fëtu policia, më kanë fëtu në telefon, edhe më kanë të lidhje me rastin edhe me ngjarje. Pra, policia ju ka telefonuar ju, zoti Nusret, si xhaxha i 19 vjeçarit, besoj se keni pasur një peshë të rëndë për të lajmëruar edhe familjarët e tij, nënën, babain, vëllezërt apo motrat Arditit. Po, sigurisht, ka qenë shumë e rëndë, sepse na fillimisht e kemi marrë informatën se ka qenë, domethënë, kështu i plagosën, edhe kemi marrë shpresa ende, unë e kom marrë prindin me veti, me automjet, kemi shkuën në emergjencë në Vushtri, edhe aty tani pastaj e kemi marrë lajmin e hidhur prej mjekut kujdestar. Duke qenë se përpara çeljes iftarit ti si xhaxha ke mundur të qëndrosh disa orë me nipin tënd pa e ditur se më pas ai do plagose dhe gjeti vdekjen nga një armë zjarri, po nga një tjetër 19 vjeçar, do doja të ndaloja tek bisedat e fundit. Zoti Nusret, që ke bërë me Arditin? I them të drejtën, këtu pak më ke ngushtu, se kom pak emocion. E kuptoj. Ka qenë djali i dashtun, më ka respektu shumë, edhe si kur prindin e vetë. E qartë. Ka qenë një lidhje ngushtë, besoj. Po. E qartë. Mua më vjen keq sepse me sa duket Arditi mbante edhe Ramazan, apo jo? Po. Prej sa kohësh, prej sa vitesh e mbante Ramazanin? Ishte era e parë apo i kishte mbajtur dhe vitet e kaluara? Ka mbajtur edhe vitet e kaluara, po me i thonë të drejtën më herët, ky ka qenë në Francë, ka qenë në Francë disa muaj atje te Minit. Po. Edhe dhe sa kishte ardhur, i ka pas dikun 2 muaj që ka ardhur pe atje. Po. Edhe si më thonë e kem pas edhe kështu, sepse raportet tona kanë qenë shumë, kemi qenë shumë të lidhur me te, raportet e mia, sidomos, kanë qenë shumë ka qenë i hapur me mu, çdo problem që i ka pas, çdo sen që i ka pas me nda me dikën e ka nda me mu. Qartë. Mirë po, nuk ka pas probleme deri me ditën që ka ndodhur rasti, nuk ka pas probleme me asnjë njeri. Gjatë 2 muajve që ishte kthyer nga Franca, a ju ka shprehur ndonjë shqetësim të ditëve apo të kohëve të fundit? Ishte i shqetësuar për diçka i Ndjeri? Aty deshta të dalë, se sikur të kishte diçka, unë do isha ai i pari që do ta kisha kuptuar se ka diçka, ndaj problem, diçka. Mirë, po nuk ka pas probleme me dikën. Ka qenë djali i qetë, ka qenë djali i urtë, edhe atë ditën kur ka dalë, dhe më thonë, ka dalë normal që është po dalin këta 3, por ja që ndodhi. Po, dhe ndërkohë ju thoni që mund të ketë qenë një problem i momentit. Na po mendojmë ashtu, mirë po tani këtu zona janë të i hetue policia. A dyshoni në diçka ju si familjar? Dyshoni në diçka që mund ketë pas një problem midis nipit tuaj dhe autorit, Bleon Dibranit? Jo, nuk dyshojmë të thënë, se thash më herët nuk kem pas
probleme me kërkën, me asë një njeri, me asë një familje, nuk kem pas kes me kërkën, se nuk e di sa e një nëzori, jem familje e një herojt Kosovës, jem familje e Enver Zymberit, sigurisht jo si gazetare, dini kush ka qenë Enver Zymberit, edhe dhe më thonë kemi pas respekt edhe në komun, edhe gjithkon krejt qytetet e Vushtrës kemi pas një farë respektit veçantë, edhe si familje, edhe nuk kem prit në asë një herë që mundet më nëndohë. Zoti Nusret, ndalojmë dhe pak tek njoftimi i policisë tek ju si Xhaxha, fillimisht se më pas ka qenë përgjegjësia juaj për të lajmëruar edhe vllajën tuaj Kunatën, por edhe niprit dhe mbesat, se do flasim pak edhe për familjen e vllajt, se çfarë ka lënë Arditi pas në shtëpinë e tij dhe sa do t'u mungoj familjes tuaj. Kjo është e padiskutueshme, por nuk mund t'i merret jeta një 19 vjeçari. Ju mendoni se pas mbarimit të iftarit që ai ka shkuar dhe ka dalë si çdilte çdo i ri mbas iftarit dhe konsumimit të iftarit, ti thua, ka qenë përpara se të hynte në lokal së bashku me shokun, çfarë ju ka thënë policia, apo pasi ka dalë nga lokali? Çfarë mund të ketë ndodhur? Kanë qenë duke hyrë, duke dalë nga lokali? Për nera të detaje nuk i di. Ende nuk i di. Është mister ende. Sepse ngjarja është ende në hetime, policia janë hetime, prokuroria, domethënë janë të mirë me rastin. Na nuk kemi ende informata. Jo, them do një fjalë nga dëshmitarët e ngjarjes, se besoj se ka pasur dëshmitar, apo jo? Sigurisht ka pas dëshmitar, se ajo rruga aty është shumë e frekuentuar, edhe ka pas domethënë kamera statike, ka pas edhe ka njerëz aty, sigurisht policia e din më mirë, edhe prokuroria janë të mirë me rastin, edhe ata do të kur e dëgjuat si familje emrin e autorit, një tjetër 19 vjeçar, Bleon Dibrani, çfarë ju thot ky emër? E njihni të kishte miqësi nipi juaj me autorin? Nuk e dim, për ne nuk e njohim. Ai është një qytetari i këtij qyteti, prindin e tij, sigurisht me pa kështu figurë, ndoshta mund ta njoh mirë, por nuk e njohim edhe nuk kemi pas kontakt më herët me atë familje, nuk e dim se kush është. Ndoshta shokët e Arditit ju kanë thënë që më pas midis nipit edhe autorit mund të ketë pasur ndonjë konflikt më të hershëm që ju nuk jeni në dieni? Deri me tani ju thash se nuk kemi informata. Nuk keni asnjë informata. Informata zyrtare. Na jem të i prit informata zyrtare për i policisë Kosovës edhe për i prokurorisë, ata janë që merren me rastin edhe... Me sa kuptoj, do me thënë ju si familje ja keni lënë çdo gjë drejtësisë, informacione nuk keni paraprake, por edhe ndoshta bashkëmoshatar të vetë nipit tuaj të Arditit që mund të kenë britur dhe mund të kenë thënë në lidhje me një konflikt të mundshëm. Çfarë mendon, se është një ngjarje e momentit? Çfarë mendoni? Unë mendimi jam është ashtu siç po thani ju, mirë, po me detajet më të tjera sigurisht do t'i sqaroj me ku policia, prokuroria, ata që merren me zbulimin e këtyre rasteve. Po si ka mundësi që në Vushtri njerëzit lëvizin të armatosur, duke ju referuar edhe ngjarjes që kemi trajtuar në këtë studio të një gruaje që ekzekutua nga ish pronari i Furrës së Bukës. Po në Vushtri, si ka mundësi? Armët gjenden lehtësisht në Kosovë? Po tash ju e dini që në Kosovë ka pas një luftë, ka pas një konflikt. Edhe sigurisht ka mundësi me pas edhe armë, dhe më thonë në përduar të qytetarëve. Sigurisht edhe organet e rendit e këtu që merren me këto punë dinë që ka. Unë apeloj të tu që të merren më tepër me këtë punë. Sigurisht që këtu nuk është vetëm një faktor që ka ndiku, dhe më thonë, që ka ardhur të ky rast, se krime ka gjithandej, dhe më thonë, në vendet ndryshme të botës, mirë po, këtu të na, ju thëmë të drejtën, nuk kanë qenë shumë të seksuara këto raste, po na shqetësojnë tash
Na shqetësojnë se është një 19 vjeçar që lëvizte i armatosur dhe nga çfarë kemi lexuar nëpër media në Kosovë, në shtëpinë e 19 vjeçarit është gjetur arma me cilën ka kryer krimin ndaj nipit tënd, por është gjetur edhe një pushkë gjatë. Kështu që ka qenë i armatosur dhe nuk e dim prindrit e tij se si mundet një 19 vjeçar të jetë kaq shumë i armatosur, ose atë armë ka në shtëpi prindi dhe e përdor dhe fëmia, ose nëse fëmia 19 vjeçar i riu ka çuar armë të tilla, si ka mundësi që prindi nuk ka reaguar, dhe prandaj jemi ditën e sotme për të bërë një analizë të thellë kësaj gjëje. Zoti Nysret, a mund të flasim pak për familjen e vllait tënd? Çfarë ka lënë pas Arditi? Babai, nënën? Sa motra dhe vëllezër janë? Arditi ka prind, e ka një motër, edhe i ka 2 vëllezër tjerë. Janë më të vegjël, më të mëdhenj? Të gjithë janë më të vegjël, Arditi ka qenë fëmia më i madh. Qartë. Të tjerë janë më motrën e ka, domethënë është pas Arditit, edhe 2 vëllezër janë më të vegjël. Besoj se situata duhet jetë shumë e rëndë, përderisa janë edhe më të vegjël dhe janë në një moshë shumë delikate, mund themi, kur Arditi 19 vjeçari ka qenë më i madh në atë shtëpi, apo jo? Është një situatë shumë e rëndë për neve. Tani na sigurisht e kemi edhe merakun edhe fëmijëve tjerë, edhe fëmijëve tjerë familjes, domethënë se na ka trëmbit ky rast. Është shumë rast i rëndë, edhe jem të mundue me fol me fëmijë tjerë që mos më ndikue. Po sigurisht kjo ka me pas ndikim. Çfarë arsimi kishte Arditi? Kishte mbaruar shkollën? Arditi ka mbaruar shkollën e mesme. Tani ka qenë i angazhuar dikon një punë private. Ka punu ka pak, i ka ndihmu familjes, kështu. Qartë. Vajtja në Francë ishte për qëllime ekonomike, besoj, për një jetë më të mirë. Po. Nuk qëndroi shumë gjatë atje dhe u rikthye prej 2 muajsh në Kosovë. Atje ka qenë të një nip të një djali motrës. Ka qëndru atje, është mundu me bo diska, edhe ka ardhur në Kosovë me rregullu edhe disa dokumente, masanej me shku prapë, po jashtë. E qartë. A kanë tentuar familja e autorit të bisedojë me familjen tuaj? Po, sigurisht. Ju i dini edhe zakonet, të rregullat, po. Zakonet të nasysh janë ka. I kanë ardhur 2 persona që i kanë dërguar, kanë dërguar prej neve ato me qenë lirë, domethënë, na i kemi liruar për një kohë të shohim tash se organet e drejtësisë të shohim se çfarë veprimi po marrin. Informacionin në qoftë se nga të qelluarit me armë të 19 vjeçarit autorit të Bleon Dibrani ka gjetur vdekjen nipi juaj, ka gjetur vdekjen menjëherë në vend apo është dërguar fillimisht në spital dhe nuk i ka mbijetuar dot plagëve? Neve zyrtarisht informatën e kemi se pasi ka shku në emergjencë, aty janë mundu mjek me kënjet mirë për pacient. Goditja besoj ka qenë fatale, në pjesë të trupit ka qenë goditja? Për ne detajet ma tepër nuk i keni detajet. Në më thënë nuk dini në qoftë se në ka qenë në disa pjesë të trupit apo në një pjesë të vetme, sepse kjo do të na ndihmoj shumë edhe për avokatin dhe ndërmjetësin zoti Ylli Kameri se çfarë pritet për autorin që është një tjetër 19 vjeçar. Mirë, a keni një thirrje të fundit nga studio emisionit Me Zemër të Hapur për gjithë audiencën tonë që ngjarje të tilla të mos ndodhin më? Unë do të mundohem të jap një mesazh. Inshallah nuk kemi ose nuk dëgjojmë raste të tilla. Mirë, po e kam një mesazh për gjithë prind të fillu, domethënë prej prindve, edhe prej shkollës e tutje, gjithmonë me pas një kujdes më të shtumë, fëmijët tanë mos me pas mundësi me ardhur deri te armi, mos me pas mundësi me pas ata armën në dorë, po me shku në për shkolla, me edukue, me pas domethënë
parasy me pas prioritet shkollimin e ju zonat e kësia. Duke qenë se jemi tek shkollimi, edhe pse është apeli juaj fundit dhe në fakt keni humbur nipin nga kjo ngjarje, mund të më thoni diçka për autorin? Kishte mbaruar shkollën autori, punonte autori? Keni ndonjë informacion? Për ne jo nuk e di. Nuk e di. Mirë, zoti Nusret, falenderoj sepse e di që keni hapur dyert e mortit dhe në këto orar keni edhe vizitor të shumë, t'ju jap edhe një herë ngushëllime të drejtë për drejta. Mund të më përqafoni gjithë familjarët edhe në emrin tonë. Faleminderit shumë, ju përshëndet.